Ju përshëndes. Tani jam të kjo bordello këtu, si thonë, të kjo gjykata kushtetuese me emër, po në të realitet kjo është një bordello e gjallë juridike. Si shumë të tjera, si që është bërë Shqipëria të keq të vjen ama. Ku shikon, që kemi hequr dhe që kemi vuajtur për të gjetur atë dosje nga Spaku, në gjykatën e lartë, nga gjykata e lartë për ta sjellë këtu, lënë syrin pa operuar për ta sjellë këtu. Dhe kjo Bushtra, kjo Lavirja, kjo Fiona Papajorgji dhe të tjerë brenda, që janë si kjo e me këtë se kjo, nuk e marrin në shqyrtim, po bëjnë 6 muaj. Që afati ligjor, kohor, është 4 muaj. Ja, këtu kemi rënë. Po kur ke edhe familjarë të tillë, të dëshmorëve për fat të keq, dhe ajo është me zeza, kur shikon atje familjarët e djemtë familjarëve të dëshmorëve që janë dënuar, e arrestuar, e shoqëruar për drogë, sa herë, s'keq të presësh. Prandaj shkoj kjo çështje 30 vjet pa u shqetuar, derisa e mora unë. Dhe tani kur e mora unë, tani dolën përballë familjarët. Jo, sa përderisa është Dilaveri aty, ne nuk pranojmë të shkojmë në gjykatën kushtetuese. Shikoni, ka mbetur këtu, pa u shqirtuar në gjykatën kushtetuesja, e mban, e ka vënë poshtë ndenjurave, kjo Lavirja, kjo Fiona Papajorgji, në vend që ta shqirtoj, edhe të shkojmë në Strasburg, e mban aty dhe nuk lejon njëri që të merret me te. Ky është realiteti jonë, po përsërisë edhe një herë, kur ke drogagjinj, kur shkon dhe degenerohet familjet e dëshmorëve dhe merren me drogë, edhe bëhen kontingjent i policisë, nipat dhe bijtë familjes e dëshmorëve, e atëherë që të presësh tjetër. Me keq nuk ka.